Nisma Shqipëria B zhvilloi takim në Drashovicë të Bashkisë së Selenisës me banorët e Lumit të Vlorës. Në këtë takim u prezantuan kandidatët për deputet e Qarkut, si dhe programi i kësaj force të re politike. Kryetari i Nisma Shqipëria B, Adriatik Klapa, i tha se Shqipëria po mbahet peng nga shumë pak njerëz, e se kjo klasë politike duhet që të ndryshojë, pasi nuk ka bërë asgjë tjetër gjatë këtyre viteve, përveç se ka larguar të rinjt. Ka një stafet, ka një cikël, vjen, rri 8 vjet, ikën, vjen një tjetër, sjell ca ide të reja, bën ca ndryshime. Kjo historia që është marrë peng çdo gjë, që gjithë shka kanë marrë peng, 5 njerëz në politik, 5 njerëz në biznes, 5 njerëz në drejtësi, 5 njerëz në gazetari, 5 njerëz në avokati, në çdo gjë 5 njerëz. Ne këtë duam të ndryshojmë. Tani, në përditshmërinë tuaj, a keni thënë, a thoni shpesh si nuk doli një djalë i ri, si s'dolën ca të rinj, si nuk e bën këtë vend. Po ja, ne jemi tani, se nga hëna nuk do zbresim. Me mishe me kocka duhet jemi. As i kemi hyrë në hak vendit, as shajmë njeri, as injorojmë njeri, as jemi për përçarje për kundër, jemi për të mjekuar plagët e së shkuarës. Po ne duhet ta bëjmë këtë histori, ne nuk mund të vazhdojmë ta trashëgojmë kështu, se do ngelet Shqipëria vetëm pleqe dhe çau bë pastaj. Për çfarë dhan jetën këta? Këta këtu për çfarë dhan jetën? Vuaj gjyshes time, për çfarë dha jetën në kulmin e rinisë? Gjyshim për çfarë luftoj, gjyshit tuaj, të afërmit tuaj, për çfarë që të ikim fëmijët e tyre në botë. Kandidati për deputet në Qarkun e Vlorës, Aleksandër Runaj, ka kërkuar mbështetjen e Drashovicës dhe Vlorës, pasi siç tha, kjo garë nuk është mes të majtëve dhe të djathtëve, por duhet bashkim për ndryshimin e Shqipërisë. Sot dua t'ju flas jo si politikan, po si biri juaj. Na kanë futur mes dy kampesh. Biles na kanë bërë dhe të kemi urrejtje ndaj njëri tjetrit. Por sot dua t'ju them, na mbështesni, lufta nuk është, apo kjo garë që ne kemi nuk është mes të majtëve apo të djathtëve, ne duam bashkimin. Le të bashkohemi të gjithë bashkë për ndryshimin e Shqipërisë. Gazetarja Ornella Hila, e cila është rikthyer nga Italia për të kandiduar për deputete, tha se Nisma Shqipëria B është një lëvizje shprese, e cila duhet të përqafohet nga të rinjtë dhe jo vetëm. Në 2016, unë së bashku me familjen time që sot po më mbështet, sepse unë kam ardhur vetëm me familjen time në këtë garë dhe me emrin tim, ika dhe unë nga Vlora, pavarësisht se kisha një karrierë të konsoliduar, ika se këta të shtypin, të lodhin dhe mua më lodhen, por këta 25 djeme vajza që nisën këtë rrugë tim dhe më dhanë mua të drejtën si emigrante të votoj, ishte një arritje pa pushtet. Dhe unë thash, këta pa pushtet dhe i tundën themelet. Po me pushtet, qa do bëjnë këta? Prandaj, unë bëra aplikimin ditë që kam aplikuar për të votuar, kam aplikuar për të kandiduar me këta çuna dhe goca, dhe jam shumë krenare që i kam në krah. Për t'ju treguar të gjithëve që nuk na shkelin dot me këmbë, se ne lodhemi, na kanë lodhur, po dim t'ju tregojmë dhomët në 11 maj.